Pra të qia. Si përgjigjesh atyre që thonë që Arlind Qori është komunist modern? Se ti pas ke pasur një histori me të prestruktuar familje dhe nuk lidhet kjo fare me... Po që, familjet Shqipëri kanë qenë komplekse, që thash... Në anë e mamas kush? Xhaxhai, do të thënë vllai i gjyshit tim. Vllai i gjyshit, çfarë ishte i arrestuar? Ka bërë 10 vjet burg. 10 vjet burg, për tentativa rratisje. A tentativa rratisje? Ai kishte qenë i pak pas ka bërë. I arsimuar, kishte qenë i arsimuar në Itali gjatë luftës, kishte bërë një shkollë ushtarake, aso kohë, edhe pas luftës, për disa vite, ndoshta i dekadë mbas luftës, e kanë kapur për tentoi ta rratisë, edhe fliste kështu vërdall. Po nga ana tjetër edhe stërgjyshi im nga mamaja ka pas damkën e kulakut edhe ka bërë disa vite burg. Pse e kanë këtë perceptimin dhe si u përgjigjesh atyre që Arlind Qori thotë është komunist modern? Po tani, familja ime, si thash, është komplekse. Ka pas edhe partizan, edhe komunist, edhe antikomunist, edhe kështu. Sigurisht që familja më ka edukuar, por nuk është se më ka dhënë idet. Idet i kanë fituar vetë, përmes leximeve, përmes jetës shoqërore. Më thonë sepse unë jam, e them hapta dhe që jam i majtë. Në një vend ku e majta është dukur komplet. Që të flasë për punëtorë, pensionistë, për njështë e varfër. Pëse në politikat e veta agresive, neoliberale është, përveç se korruptuar, dhe korrupsioni është për tejt majtës e të djathës, po duke qenë një parti që u shërben oligarkisë, ka ullë taksat për më të pasurit, e kështu më radhë, është një parti që nga pipajme e programit ekonomik, është ekstremit djathë. Më thoni mua një kryeministër ose një përfaqësues të një partie të qendrës majtë, letë majtë, në Evropë që krenohet që në vend në vetë nuk ka sindikata. Zoti Rama e ka bërë këtë gjë, e ka bërë disa herë. Këtu se ka fajnë kryeministri. Këtu e kanë fajnë ata që s'krijon sindikata. Fajnë kryeministri e ka se kuadri institucional dhe ligjor në Shqipëri nuk i ndihmon punëtorët. Ai që do të protestojë Arlind, bota ka parë përmbysje gjigante dhe kjo Shqipëria jonë. Kështu që nëse do Arlind Qori dhe Roland Qafoku dhe të tjerë që dalin të protestojnë. Protestojnë, jo të bëjnë sindikat. Po të bëjnë sindikat. E di ç'a ndodh? Se na ka ndodhur. Të heqin nga puna të nesërme.